Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje, si jeni, si më vlit sot? Shpresoj që t'jeni gri mirë dhe t'jeni mirë. Neve sot pohem në Pogradec. Përshëndet gjithë Pogradecin. Jemi rrugës akoma. Unë po vej këtë klipin e vogël për t'ju falenderuar për komentet që më keni shkruajtur dhe për mamin tim, që më keni thënë ta kesh me jetë, pleqërit mbar, ju falenderoj shumë për këtë dhe për gjitha komentet e tjera, për komentet që më keni shkruajtur që për flokët, që pat video ndije, ka marrë komentet bukura pa fund edhe ju jam mirënjohëse për këtë gjë edhe s'kam çfarë them tjetër. Megjithatë shumë komente të bukura, ka ndonjë tek këtu kështu, por të shumtat janë. Gabon rrugën? Gabon rrugën? Jo, ka ndonjë tek këtu që gabon rrugën. Okej, që gabon rrugën të burrim që shkruan jo komente të dëshiruara, por rëndësi ka që unë ndihem mirë me veten time dhe shumë disa veta thonë që e jetën tënde private, në të vërtetë asgjë s'kam hedhur nga jeta ime private. Edhe vetëm një video ku po vete ose çfarë po tek videoa që unë kam hedhur ku kam paketuar mishin në qengjit, kam marrë ca komente negativ, por s'ka problem. Bides njemi kështë shkojtër që mbushi dhe qik më tepër ato shenjat, po normal do t'i mbush. Unë e bleva shenjë për ta ngrënë, këto di që jam këtu në Shqipëri. Nuk e bleva që ta lëm frigoriferët, se prandaj kemi ato pushime për të ngrënë. Kur të themi në shtator, pastaj në Itali, do të shtrëngojmë rripin barkut dhe themi stop, tani nuk ka atë. Edhe kaq. Ju uroj gjithë mira, një ditë sa më të bukur dhe një fundjavë të bukur dhe kënaquni të gjithë ata që janë me pushime dhe ata që s'ka vajtur me pushime, kënaquni gjithsesi se jeta është e bukur, jo të gjithë marrin pushime. Ne shumë morëm si vjet ju mundi, merrni modë dhe neve modë nuk mund t'i marrim varet se vinë rrethanat e jetës. Jeta është e bukur dhe shijoni. Ciao, ju puth fort edhe kalofshi sa më